përfaqëtor. Dhe pas kësaj, normalisht do t'ju hiqet e drejta të vizitoni Shqipërinë. Shqydjoni, a nuk është qesharake? Gjithë shqiptarët në atë kohë ishin të armatosën. Mu du në me mpegu se bashkë një patlake? Më duket se edhe zoti Majko vetë e ka thonë se kjo është një qeshje qesharake, edhe unë e quj qesharake. Po, këta du me përdor me mpegu udhime. Po duket se Afrika e Jugut e ka bëjë edhe ma mirë me mpegu udhimet. Tash për tash. Megjithatë ju pak më parë thatë që jeni duke parë mundësinë e zhvendosjes nga Afrika e Jugut. Po. Nëse do të zhvendoseni, do të largoni nga Afrika e Jugut, a e shihni si një mundësi të mundshme vendosje në Shqipëri? Ajo varet, do të varet si mas situatës që i kemi në Shqipëri. Ju thash përpara se tash për tash unë nuk shoh arsye që të bëjmë një ndryshim radikal në Shqipëri. Do të dishoshe, po jo në pragun e luftës. Po mund të vendoseni dhe si qytetari thjesht atje? Mundem, po do të kem disa probleme në të anë se janë bërë disa premtime ka ana ime. Në rast se fiton mbretënia, do të vej rendin në 19 ditë, e do të kenë drejt populli atëherë me më thonë, po ma dhe i tash votat ju kemi dhanë, ju jeni këtu, pse se bani? Edhe s'do të kishe autoritetin me dha. Edhe do të ishte zor edhe për qeverin në ato momente. Por, është një gjambe me u pa kur afrohet ajo kohë. Megjithatë duke pasur parasysh diskutimin e shifrave pra për të votave pro monarkisë në Shqipëri. Nisur dhe nga shifra 33.8% që është dhënë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, është të një përqindje mjaft e lartë, më e larta që siç është mjaft një lloj arritje dhe fakti që arriti të zhvillohet një referendum në Shqipëri, që nuk është zhvilluar në vende të tjera. A mendoni që mund të kërkoni një referendum të dytë? Mund ta mbani gjallë frymën referendare? Në rast se populli shqiptar e dishon. Por ky do të jetë një vendim që duhet ta jap Presidenti i Republikës përsëri. Jo, është një vendim që vetëm populli shqiptar mund ta japi. Dhe në çfarë mënyrë mund ta japi populli shqiptar? Mund ta japi me një peticion. Mund ta japi të e shfaq zyrtarisht Presidentit të Republikës. Mund ta japi të thirr në Shqipëri. Kur del populli me thirr njeriu, atëherë s'mundet njeriu me ndal. Sidomos po tjetë një njeri që ka mundësi me kontribu për tashmen. Ju, ndërkohë, të paktën mbreti Zog ka lënë shumë pronë në Shqipëri, pronë të tjetër. A i keni kërkuar t'ju rikthejnë këto prona dhe ato ta kërkoni? Tash i jemi në këtë çështje e pronave. Vetë kuptohet se kemi prona në Shqipëri. Nuk i di çfarë janë. S'kam pas kohë në ato ditë me Iram Rapa. Në rast se këto prona janë të dhanun ke fshatar ose ke njerëz që janë të i përdor, me ju e hek tashti, do t'i ishe shumë zor për mu. Po një farsoj kompensimi, më duket se edhe unë kam të drejt me pas. Si që kanë të drejtë të tjertë. Po kjo është një bisedë që mund të bisedojt në rangun e kur hen qeshje e pronave, se janë shumë pronar që janë të zhgënjym sot. Që nuk kanë marrë pronat e tyre. A keni marrëdhënie me politikën aktuale shqiptare? Nuk flas për partinë e legalitetit, e cila natyrisht vetë kuptohet kemi vazhdimisht lidhje me një hiset madhe të djathtës atje edhe ka njëherë me disa të socialistëve dhe të demokratëve. Kemi majmë kontakte, majmë dijeni të vazhdueshme që po qillon në Shqipëri, sidomos në këto ditë të zeza për Kosovën. Po kjo çështje që na ka qillu këtu, edhe kjo na pengon pak
në këto udhime që kam nevojë me do. Në një fjalim tuaj, i cili është botuar dhe komentuar më pas, duhet të jetë një fjalim i viteve të para 1990, si jeni shprehur, për Shqipërinë etnike jam gati të ngrihem dhe nga varri. Po. Ndërkohë, çështja e Shqipërisë etnike është më shumë se kurrë në renditës, problemet e Kosovës. A mendoni që nuk jeni duke bërë atë që keni premtuar ose atë që mundi për Kosovën? Jam të provu, po kur pengon situata, nuk jam dur të rria. Unë sot s'kam edhe pasaportën time. E ka hala qeveria e Afrikës Jugut, derisa s'kjaroj kjo nuk mund të lëviz. Në rast se ju do kishit qenë në Shqipëri dhe në rast se do kishit arritur të merrnit përqindjet e nevojshme për të rikthyer në fronin shqiptar, çfarë qëndrimi do mbani për Kosovën? Unë po ju them se besoj se nuk do të kishte qellu kjo situata në Kosovë, siç ka qellu. E nuk do të kishi pas këtë luftë në Kosovë tash për tash. Se do të kishe vënë një hisë të madhe të veprimtarisë, me pregatit terrenin për me arrit në një marrëveshje të negociume. Edhe kam jetë me e ba. Po sot situata e bisedave ka baru. Sot është poshka që flet. A mendoni se shtetet e fuqitë e mëdha, kryesisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, Anglia, por dhe Franca me Gjermaninë që i kanë ndjekur në këtë aksion për Kosovën, do të jenë solide për të gjetur një zgjidhje përfundimtare në Kosovë? Duhet me kuptu se këtu hen interesat të ndryshme. Anglia, Amerika, po. Pse Amerika dhe Anglia po? Çfarë interesi kanë? Interesi ballkanik, se kanë fryk që mund zgjanahet lufta në një luftë ballkanike e pastaj në luftë evropiane. Por Franca ka gjithmonë pas di dashuri të jashtëzakonshme për serbët. Që e ka shkelur këtë herë. E ka shkel, po hala e pron Serbinë në shumë tentative. Edhe vetë kuptohet, edhe Rusia ka më tepër se Franca interes me serbët. Edhe kjo do të pengojë NATO-n në disa veprimtarijet e tyre. Se me u ballafaque me Rusin, vetë kuptohet mund dali prapë një luftë botërore. Atëherë nuk më mbetet veç se t'ju falenderoj për këtë intervistë dhe të shpresoj që do të rishihemi përsëri në Shqipëri, pra do të kem mundësinë që ju të jeni vetë i ftuar në studion e televizionit ton atje. Ju falenderoj shumë edhe shpresoj për gjithë të mirat për ju edhe për televizorin Klar, edhe për shikuesët tuaj. Faleminderit.